Të gjitha që janë të rinj të diplomuar që i nënshtrohen diktatit të qoftë Edi Ramës, qoftë Sali Berishës brenda dy partive kryesore, mendoj se për ta, pavarësisht nivelit tyre intelektual, që nuk do ta vënë diskutim, po që për ta është thjesht një zgjedhje profesionale. Pra është një lloj marrëveshje që ata bëjnë me faktin që do t'i nënshtrohen linjës së partisë për përfitime profesionale, personale, e nuk e diçka tjetër. Pra i nënshtrohen këtij rregulli të mirë përcaktuar nga dy liderat, le themi, të vjetër të partive, të vjetra, për qëllimet e tyre. Ndërkohë që shumë kush, po them ndonjëherë, që është në lëvizjen bashkë, ka zgjedhur të mos i nënshtrohet këtij rregulli, sepse ndoshta edhe ne fare mirë mund të ishim pozicionuar nëpër partitë e mëdha, dhe të japim model të ri, të përpiqemi që të bindim shoqërinë shqiptare që ka nevojë për një ndryshim dhe për një model tjetër, i cili nuk është, si thua, partitokraci. Kemi të bëjmë me një qasje demokratike brenda partisë që më pas duhet reflektuar edhe në mënyrën se si qeveriset vendi dhe mbar shoqëria, pra nga aspekti demokratik duhet të. Kështu që nuk është thjesht çështje të rinjsh apo të vjetësh intelektualesh ose jo, është edhe çështje e atrofizimit që kanë mësuar partitë e vjetra politike, pra.